vendosur rritje të çmimeve? Jo, absolutisht, duhet që është me çmime shumë minimale, më do nuk diskutohet fare, do nuk krahasohet, është ku di unë mos flasim kështu për shembull në jug Shqipërisë kishe restorante që ti po ti merje ti vendosje në vendet më të shtrenjta të Europës, dukeshin prapë shumë më të shtrenjtë. Po patjetër sepse kurse dushi është domethënë më super shumë normale sepse i bën po marr kod domethënë një risotto ose një linguini me fruta deti 9 euro, domethënë nuk kam ku kam më lirë, domethënë është sa them unë sa periferia e Tiranës. Po e gjen 9 euro. Po tani 9.5. Linguini me fruta deti 9 euro. Po 9 euro. Ë? 9.5 euro. Po mund të t'i them aty mas një tabelën tani e ta shikosh, domethënë. O, po, rregulloj kravatën Artioni, nuk i del llogaria, ha? Sigurisht që s'del llogaria, se... S'del llogaria. Ne diskutojmë për rritje standardesh, rritje cilësie në shërbim. Rritja cilësisë shërbim duhet njerëz më me eksperiencë, më të kualifikuar, që do rroga më të larta. Rritja e standardit do produkt më të mirë, do marrësh peshk të freskët, do marrësh atë freskët. Qofse marrim kallamarin e ngrirë, edhe kallamari i ngrirë vjen gjithmonë, po kallamari ka cilësi, ka 20 cilësi. Qofse ti sjell cilësinë e di që edhe karkalecët vinë nga Ekuadori, se tani e mora vesh. Patjetër, po dhe Ekuadori ka disa lloje Ekuadori vinin edhe nga ferma. Dhe varet nga llojet e cilësive që ti përzgjedh. Dhe makaronat fillojnë dakord me 9 euro, po ndërkohë nëse ti produktet që përdor për ato makarona janë të cilësie shumë të larta, apo cilësie mbi mesatare, atëherë nuk do të dali më hesapi me 9 euro, se unë se kuptoj dot se si del. Normalisht ka dhe benzin 85 oktanshe, ka dhe benzin 100 oktanshe, dhe nuk mund të jetë në gjithë çmim. Kështu që cilësia mendoj unë ka bërë diferencën në çmime. Po me cilësi flet fatosi, jo për tani po flasim nëse do ketë 25 euro për shembull, nuk mund ta bësh ti me ku di unë linguini me një guac për shembull, sepse kur thua 25 do të ketë, jam plotësisht dakord, do të ketë, domethënë që spageti duhet të jetë i bërë i punuar me dorë. Produktet e branshës duhet të jenë të detit të freskëta, domethënë prandaj them që duhet justifikohet çmimi. Raporti i cilësisë me çmimin të jetë i saktë, të jetë korrekt. Po pra, po raporti i cilësisë çmim nuk është i saktë. Po ndërkohë këtë e zgjidhë tregu. Jo gjithandej, po në zonat caktuara. Këtë e zgjidhë vetë tregu se jemi kapitalizëm fundit. Ai restoranti nëse nuk ka cilësi çmim, ai për 2 vjet falimenton. Momenti që ai nuk ka. Pra këtë vit ka pas deficit në restorante, në bare gjithandej. Po dakor, deficit në Bregdet. Nuk e kishim këtë luks ama, që të prisnim që të na falimentonin. Do me thënë, në 2 vitet e fundit, ne po patjetër patëm një bum të jashtëzakonshëm të rritjes së numrit të turistëve dhe ndaj themi ne që është analizuar, gjithë analizën e bëjmë bazuar në pritshmëritë që kishim. A kemi më shumë se ç'prisnim, a kemi më pak se ç'prisnim? Kemi më pak se ç'prisnim, patjetër. Se ky bumi i rritjes të një vendi që ishte për kuriozitet për herë të parë, tham Maldivet e Europës për herë të parë, nuk ishte thënë më parë, shkuan gjithë për ta zbuluar. Dhe ai zbulimi nuk zgjat përjetësisht, zgjat pak kohë. Tek ne zgjati më pak kohë se tek të tjerët, me thënë drejtën. Tek të gjithë vendet e rajonit, tek ne zgjati një 2 vjeçar. Dhe ky është viti që na reflektoi dhe na dha një shuplak të mirë për të treguar që ndoshta kemi bërë shumë gabime në këtë 2 vjeçarin e zbulimit të Shqipërisë si trend, e rritjes të jashtëzakonshme të numrave të Shqipërisë, rriteshin pothuajse çdo vit nga 100%, nuk është pak, ë? Dhe kjo do me thënë që këto çmimet, këto cilësia dhe cilësia e shërbimit pastaj shto, dhe pastaj kërkesa për të makutëria që ne kemi pak edhe si karakteristikë si popull, që e duam gjithçka dhe e duam tani, ta marrim, na la që të kishim shuplakën e parë sot direkt pas 2 vite. Se do i kthehem dhe se vjen se s'ke garanci. Kjo makutëria vjen se ti s'ke garanci. Ty del kryeministri s'di ç'do bëj vitin tjetër. Këtu po. Dhe ti ndërkohë ke bëj investim, ke bërë të gjitha, del Rama thotë do heqim këtë, do bëjmë atë. Si a ka këshilltar as ka këshilltar dhe vjen nuk ka lidhje me këshilltar, ka lidhje me strategji. Nuk ka besim. Është të ndajmë turizmin, po themi që shkon për identitet, që vjen që janë turistë që duan zbulojnë Shqipërinë. Ata do jenë gjithmonë dhe ata kanë një prenotim pak më shumë. Po strukturat e mëdha turistike duhet jenë të kontaktuar me kompani dhe duhet ta dim paraprakisht fillim sezonit sa përqind do përdorin. Po ti ke drejt, po struktura pa e ditë sa do të vinë. Këtu ka një të drejtë madhe Artioni dhe do ta shpjegoj me shembullin e Green Coast-it. Ne kemi një listë të investimeve strategjike i cili është i shtyr pothuajse çdo vit dhe vazhdojmë të japim investime strategjike. Çfarë nuk kuptojmë ne me faktin që është investim strategjik? Nuk kuptojmë që kjo struktura me 800 doma do të marrë nga shteti, do të sigurohet nga shteti ujë, kanalizimet, infrastruktura rrugore, infrastruktura e dritave, etj. Është një paketë e gjerë që merret paraprakisht leja para se të marrësh lejen për investim strategjik. Dhe është e papranueshme dhe është e paimagjinueshme që në mes të sezonit ngrihet një fshat dhe i kërkon një fshati tjetër, që është fshat turistik në këtë rast, të pritet ujë. Ku do ta gjej ujin? Kush është fajtori për këtë biznesi? Absolutisht jo.
as fshati që e kërkon ujin e vetë. Ja, thash unë kryeministit, se ta do mbjellim pemë, po me çfarë do ju isi? Se pema që të mbjellet do. Pra, kur ne bëjmë investime strategjike dhe e shtym ligjin vit për vit, ky ligj i investimeve strategjike ka nevojë patjetër edhe për një strategji strategjike. Ku do ta çojmë ne të gjithë këtë? Ku po shkon e gjithë kjo? 10 milion, po themi në verë, 10 milion kanë konsum ujë shumë më të madh, konsum e heqje të mbeturinave shumë më të organizuar, se ku do shkojnë, se këta erdhën. Dhe ndaj ne themi investim. A janë emigrantë, a janë turistë, ky është diskutim kot, janë si janë turistë. Derisa kanë hyrë, ai është numër njerëzish që do i shërbesh. Dhe një gjë, kur themi investim strategjik, nuk mund pastaj të kërkojmë nga biznesi që ka bërë investimin strategjik, qoftë ky huaj, qoftë ky vendës, qoftë ky brand, qoftë ky jo brand, që të kujdeset pastaj se ku do të shojë plerat, të kujdeset ku do të marrë ujin, të kujdeset si do të shkojë infrastruktura. Atë vetëm sekond se duat ja pak listë e çmimeve sa të pyes edhe zonjën Kola, si u duk ky vit? Unë do e shikoj nga një perspektiv tjetër si një qytetare, unë nuk jam as pronare në një barje për restoranti, po e ka nga një perspektiv tjetër duke u marrë me të huajt, edhe personalisht, pra duke vëzhguar analizat, pjesa e çmimeve është përfolur dhe ka qenë shqetësim gjithandej. Unë në fakt kam parë edhe një 2 special edition, 2 emisione që keni 2-3 që keni bërë juve për plazhin, dhe vetë personalisht e vura re që plazhi në Korrikë dhe në Gusht kishte më pak turistë se sa vjet. Në përbare dhe në për restorante gjithashtu ndjej kjo, sepse në fakt ajo sentimenti përgjithshëm, pra opinioni përgjithshëm ishte që janë rritur çmimet. Kjo ishte ajo për të cilën njerëzit ankoheshin. Dhe çmimet e ushqimeve bazë që tregtohen në supermarket janë 85% më të larta krahasuar me vitin e kaluar. Po nisi nga karburanti. 1.2 në Kosovë, 1.8 tek ne. Tani kjo qytetarët i shqetëson nga të gjitha aspektet, nga aspekti i hotelerisë. Tani të huajt, duhet të ndajmë disa kategori, pra nuk mund t'i fusim të gjithë në një thes, sepse të huajt të paktën që kam takuar unë apo që takoj vazhdimisht për ditë, janë të huajt turistët, pra që vinë, sepse kanë një kuriozitet madh, duan të shikojnë Shqipërinë, pra duan njohin vendin ata. Unë nga pyetjet dhe nga intervistat dhe nga pyetjet që bëja njerëzve në rrugë, domethënë ja vura vetes si qëllim që të kuptoja pse Shqipëria dhe pse tani, pra jo çfarë dhe ku, po pse po vini tani. E para ishte, ata thoshin cheap, domethënë në përgjithësi anglisht kur pyeteshin dhe në gjuhë të tjera, po e themi affordable, e lirë, jo shumë e kushtueshme. Pra këta turistë kishin disa qëllime të caktuara. Për shembull, kjo ishte e para. Kurioziteti ishte mbi, domethënë i dyti. Hospitaliteti, domethënë mikpritja, historia, kultura dhe sidomos tani kategoria tjetër. Kulturës ne kemi shumë për fatin tonë të keq, nuk i kemi evidentuar sa duhet, por ne kemi shumë. Dhe në fakt ata më shumë nga të gjitha vlerësonin Thethin, Beratin, Butrintin, Durrësin, Gjirokastërën. Plazhi jo se nuk i duan, i pëlqen bregu ta shikojnë, po varet nga cila anë e botës vinë.